pse ta akuzojnë për Iranin? Po nga që në analizat e mia ushtarake që kanë mbajtur që nga fillimi i luftës midis Iranit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, analizat e mia kanë qenë analiza ushtarake të mirëfillta dhe gjeopolitike, duke thënë haptazi që veprimi ushtarak, pra agresioni i Shtetit Bashkuar të Amerikës është agresion jashtëligjshëm, nuk duhet, do t'i kushtoj më shtrenjtë Shtetit Bashkuar të Amerikës, kanë bërë analiza se sa i ka kushtuar Shtetit Bashkuar të Amerikës kjo edhe nga ana ushtarake edhe nga ana gjeopolitike, pra duke cënuar hegemoninë amerikane dhe fuqinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë aspekt totalisht, dhe duke treguar edhe fuqinë e Iranit, e cila është një shtet i cili ka një fuqi që deri dje mendoi se e kishte, po sot e pam që realisht e kishte nga ana ushtarake, pra është një shtet që për 47 vjet është përgatitur për këtë përballje. Pra nuk i ka pasur shaka dhe nuk i ka pasur mburrje ato që për 47 vjet kanë thënë që ne jemi gati të luftojmë me Amerikën, jemi gati të luftojmë me Izraelin dhe me Perëndimin. Ata i pasan pasur të vërteta dhe në momentin që filloi ajo luftë, bazuar mbi njohuritë ushtarake dhe mbi atë çfarë tregonte zhvillimet e ditës, u pa që Irani ishte një fuqi me cilën realisht nuk duhej hyrë në luftë, për arsye se dëmi është shumë i madh, qoftë për Shtetin Bashkuar të Amerikës, por edhe qoftë për gjithë neve, Pra ju mendoni që ju bëhet një deduksion, një analizë para fillimit ose gjatë fillimit të luftës? Absolutisht, kanë bërë edhe para edhe gjatë luftës. Dhe kjo është arsye që ta akuzojnë si njëri i Iranit? Absolutisht, se ka mbajtur, më thonë që ka mbajtur qëndrime pro Iranit, po ka mbajtur pro Iranit në këtë aspekt pse kam quajtur që agresioni është i palishëm, pra nuk është lufta apo agresion, se ka për mua është agresion. Është agresion, e kam quajtur agresion, pra është agresion, e kam quajtur agresion dhe pastaj kam bërë analizën e këtij agresioni dhe të luftës gjatë pak e majt kjo drejtan, pak e mos je pak majtis në këtë si filozofi që agresioni i imperializmit amerikan kundër. Jo, nuk ka të bëjë me imperializmin amerikan. Se është pak filozofi, pak komuniste kjo. Nuk është çështje e imperializmit, është çështje e një fuqie ushtarake, pra Shteti Bashkuar të Amerikës janë një fuqi ushtarake, tashmë jo e vetme fuqi ushtarake, pasi nuk është ka rënë si fuqi ushtarake nga ajo çka qenë pra nuk është Amerika e 99-s, ajo që shohim sot, nuk është e vetme fuqi ushtarake, nuk ka të bëjë me çështjet e imperializmit, sepse nuk është se Amerika nuk ndodhej në atë zonë, pra në lindjen e mesme, dhe tentoi të hynte. Pra në rast se do tentonte të hynte do të bënin pra, pikërisht, pra është një bazë e shtrirë, nuk është një imperializëm, po shtrim të imperializmi ose po merrte terrene të reja. Pra nuk kemi të bëjmë imperializëm, por agresioni me të agresioni, mund ta quani të majtës, të djathtë, si të doni, kur e sulmon dikë pa drejtë është thjesht agresion.